Ndërkohë, këtë hënë e tretë akuzuarit për sulmin terrorist në kanalin e Iberlepencit, Drakisha Viqenjević, Jovan Viqenjević dhe Igor Dimović do të dalin para gjykatës. Seanca gjyqësore pritet të zhvillohet nga ora 10 në Pallatin e Drejtësisë. Ndërkohë, në seancën e 9 korrikut të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm dhe të refuzuan ta lexojnë aktakuzën. Ndërsa prokurori special Bekim Kodraliu, i cili përveç deklarimeve të tij paraqiti edhe prova materiale, përfshirë pamje që sipas prokurorisë mbështetin aktakuzën. Prokurori Kodraliu shpreh i bindur se kanë siguruar prova të mjaftueshme, të cilat dëshmojnë se sulmi ndaj kanalit të Iberlepencit ishte akt terrorist, me synim dëmtimin e një prej infrastrukturës më kritike në Kosovë dhe cënimin e sigurisë së Republikës. Gjatë këtij vikendi, në lagjen 29 të Fushë Kosovës hjehoi kënga e Vallja. Gjithë këtë gëzim e përjetuan dy familje që kurorzuan lidhjen e fëmijëve të tyre me martesë. Por jo gjithçka shkoi mirë. Nusja, bashkë me dhëndrin që planifikonin ta kalonin kufirin për në Serbi, u ndaluan në Bresje. Shkak u bë mosha e nusës. Valle e muzik kishte gjatë gjithë ditës. Të shtunën në lagjen 29